Kreu i Shtetit Shqiptar Bajram Begaj po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ku mbajti një fjalim të fokusuar në sfidat më të mpreta që po kalon bota. Në nisje të fjalës së tij, Begaj theksoi se për Shqipërinë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka qenë dhe mbetet platforma universale e dialogut, mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe ndihmës humanitare për miliona njerëz. Por duke u referuar krizave globale, ai nënvizoi se është domosdoshme të kërkohet më shumë si nga vetë OKB-ja, ashtu edhe nga vendet anëtare. Duke folur për luftën në Ukrainë, presidenti Begaj deklaroi se Shqipëria ka qëndruar krahas sovranitetit dhe integritetit territorial të këtij vendi, duke dënuar në mënyrë të përsëritur shkeljet e Rusisë ndaj Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ligjit ndërkombëtar. Ne dënojmë sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj Ukrainës dhe incidentet e provokuara ndaj aleatëve tanë të NATO-s, duke vlerësuar njëkohësisht përpjekjet diplomatike që synojnë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Një pjesë e rëndësishme e fjalës së tij u kushtua dhe luftës në Gaza. Begaj bëri thirrje për përfundimin e menjëhershëm të konfliktit, lirimin e të gjitha pengjeve dhe trajtimin urgjent të situatës humanitare. Ai shprehu mbështetje për iniciativat e Shteteve të Bashkuara, Egjiptit dhe Katarit në drejtim të arritjes së një armëpushimi që do t'i hapte rrugën për një paqe të përhershme mes Izraelit dhe Palestinës.